Shka më bënë muni kesh? Muni kesh, unë jem dalë sonte me të regu një emocion të emin personal. Ty e të regu emocionin të emin personal, më shkruan mu dikush në mesazh aty se e shë ka mundësi me emën falc, edhe full banal. Unë e kom emnin Musa Smojli. Kusht ka qef, unë ja që e s'kafen, ose ja këthe dhe dreken. Ullim bisedojmë. Po më interesën Hasanit, a i qitë ti kafe a i ty? Huj? Hasan Zenelit. Hasan Zenelit i kum qitu në kafe, edhe a i më ka qitë, ma ka këthuj dreken me vlat vetin. Bret. Hasan Zenelin, unë e du se është pasërije jemja komtare, që është ka dhonë kontribut. Po nuk është të thonë si ja ka qëllu krejt, se kush që nuk është i përsoshën këtë dy jam. Po beson Zotën, për me ditë Musa Smojli kush është, edhe me ditu në kush është këtë, duhet më konë pak më i Zotë si këtë. E gjemë zbondi është nishi. Bravo. Nga, unë nuk du më thonë që nishi për luft, po është nishi për gjemë zband. Po, deshta më të tërprej pak se kur thoi kam vrot njerës, regjia po besoj ka goti fotën, po e heki, ta ma në punë goti e heki. Po. Nuk e di pse e heki. Që kë? Po? Fatmir, kush është kë? Unë e di kush është. Kë është ish kolonel i policisë së Serbisë, Slavko Nikic. Slavko Nikic? Po, i cili ka deklaruar që ky dhe disa të tjeri kanë veshur teshat e ushtrisë lirimtare të Kosovës në zonën operative të Pashtrikut, Pezgjilanit dhe në zonën dhe në prej Mitrovicës Veriut nalt ka shkojsh për Leposavic. Ka dëshmitar njerëz të cilët ky ka me teshat e ushtrisë lirimtare të Kosovës që i kanë vesh dhe për mjalon UQK-s Fojnë, kanë vro shqiptar. Fojnë, kanë vro shqiptar dhe kanë masakruar dhe ju kanë vjedh dukat grave të ndryshme. Këto kanë qenë punët e mia me izbulue. Ky Jarane ka kohë pushkën o dalë tonë na, dikuna si ja ka mojt. Po, e vërtet. Dikush nuk din me bu këtë punë. Absolutisht. Ky punën tem, nashta une, këtë zanate kom ma nryshe e kryjnë. Ma me zelë, po une punën e ti nuk më i me kryjë. Sepse unë mi ka po armën e, jem vërët me herë. A këtë punën që e kom kryjë shkollën në Zagreb për këtë punë, që kjo për i thëtë James Bond, ka dhe nëso filmi James Bondit, kush do në mikësyrë mune të po. Agenti 007. Edhe ka njerë duhet paracitësh që shë thash në fillim, e tjera, edhe njerëzit nuk e kanë, e thash për herë të parë, sonte sa dritë të ti, Njerë që pasha veshë nuk kur, që së dërë viti 2025 nuk e kom përmen këtë punë. Nën muaj ditë kom flajt në Ministri të Kulturës, a grua jam o konë vesh një 50 metra, ma nena së më këshim shkukur. A kupton? Nën muaj ditë kom flajt, nuk jim dalë për atuj. Dhe kjo angazhim, me dalë dikush me tonë ty, kjo njeri nuk ka drejt me përmenu në qikën. Unë s'kam drejt me përmenu në qikën? E kush më ka që mua atë? Kush më ka që mua në Beograd? E kush më ka që mua 100 herë në për Serbi me shku me këqyrë? Ku i kiem njerëzit në për që rajshin shqiptarët i mërshën pare njerëzve në për burgjët, e ki e babën që to, e ki e vlatë që to, e ki e këto. Krejt këto e në zbulimet që mu ka dosht në format ndryshme më bëjt. E tash valoj, s'po kom qarë dhe në pakallëzur. Regjia nëse, valë Fatmir, regjia nëse ki gote edhe një foto tjetër është një gazet ku thëtë për Fatmir Sheullën që e ka shliru një shqiptar jo, kja tjetra. Tjetra. Që kja? Mirëmëngjes Fatmir, kjo është mesazh që ta ka dërgu ty në telefon. Po, është të vërtet. Mirëmëngjes Fatmir, deshta të tregoj se vllau tash është në mesin e familjarëve të vet në shtëpi, në Kosovë, faljush dhe kontributit tuaj, të falenderojmë përzemërsisht e gjithë familja Musliu për gjithçka që ke bërë ti për lirimin e vllaut ton, Raj Musliu shumë i nderumi, Fatmir. Dorë të kitit kjo për pësaj Beritan. Tjetra nëse mund është regjia e ki edhe qatë titullin, Fatmir Sheullën divan në lirimin e Kosovarit të arrestuar në Serbi për flamurin shqiptar. Qëta e ki bashkë më në kalëzu kurse kum diku pak edhe one. E vërtet. Dëgjo, ti Sadria desi që 8 vite ullheqje në institutit cili thirret instituti për afirmim të marrëdhënieve ndërreti. E vërtet, po.
Dhe pasi që mu Serbia më ka fut në listë pa dëshiruarve, në listë zezë, Non grata, çu tash i ka 5-6 vjetë që është kjo çështje. Edhe këtë çështje kum kuptue që jam në listë të arrestu për me më arrestu në momentin kur kum folë në emisionin e Adnan Merovcit Fakte, edhe kur kum dalë për herë të parë me tregue me fotografi dhe me dhona, qysh ja kena quajtur Ibrahim Rrugovës, dhona prej këtuit, edhe atëherë sërbt e kanë bërë këtë punë, por qëre, nuk janë krejtë sërbt njerëz poshtër. Një sërb më ka kallëzu mua që më zgabo me ardha nena se je në listë edhe kanë me të arrestuar. Domthonë, ky fakt më ka bërë që ati njëri mi besua, sepse ka kallëzuar të vërtetën. Edhe pse një babgjush jam i dojve të mi, ramet i pas shpijet e shqesir sholla, theke, sa kithë në kryo për shko, për sërb, gjithmonë moje. Mirë po, tani ne e këna hapë zyren e institutit në Beograd, sepse unë fizikisht nuk më isha mo me shkue, muj me shkue, po me siguri që arrestohem edhe këtu do bojnë darsëm, dykuna i rrimna, dykuna kështu. E kena qela tje një zyre, ku e kem një zoj hebreje, e cila u dhejë zyren tonë në Beograd, edhe cilë nga ka arrestu vëqishi, atë zonjën, edhe e ka lëshu tash në qëto protestat e fundit që janë. Ky rast është një shqiptari, e ka pas në këtë pjesën e përparme të automjetit Shqiponjën. Edhe e nalin edhe Fusinburg, edhe mu e vloj tina përmes dhe njerëzve vjenë më thirë, edhe unë nuk e kom liru ato. Ajo, zonja hebreje në Beograd e ka kryu këtë këtë punë. Po ja, e këtë qëllimi që Hoq Fatmir Latifi, mu më ka thirë dikon nëse s'gaboj në urat 12 natës, edhe më ka thonë a më shme bo diçka, ma ndaj unë të kumë kontaktu ty dhe qështu kom... Qështu ka qenë. Ti e kom njëri kësë për këtë punë. Edhe ajo zonja hebreje atje, Halalikov, ajo e ka thirë ambasadën amerikane, ambasada amerikane ka thirë në qeveri dikon, edhe pastaj në prokurori dhe këtë djali ka nejtë një 7 vit, edhe aj pastaj, jo veç kështu, pa ka dalë edhe publikisht kështu, s'ka nevoj me më falenderuar. Do atë vite, kjo meritant do atë vite. Mus, nëse ishe taku me Fatmir Shehullin në front luftës, qëka i kështë e thonë? Fatmir Shehullin i shtë thonë kështu. Disa njerëz, e veç Shahazin Asman, dhe ku ka dyja e baba Asman i thesha. Tha bab dhe në prezenë se si më konë më le kur. Jonë këj popull disa dhe në prezenë, si në shku kur s'kandidat dhe në prezenë. Në momentin se i ka ardhë armë janë dorë, s'ka gudzu me ik me gra, se u konë problem me ik me gra, u hinë malë. Edhe thët jem kënë se ke edhe. Nga. Me paterë Fatmir Shehullin në luft, e kësha thonë bha dhe Fatmir këtë ullu me mu. Ja ki me mbin ti mu e me lanë edhe unë e qëtarëm, ja kemi hi me mu. Edhe Fatmir kish me zgjedhë me hi me mu, majnë me. A më durë se alo, alo. Jo, ja, epi që ngonja, nëso nevoja. Po jo, është. Po unë punoj, hati i dushmona punoj, jetoj. Kom halo. Njerës të kur Fatmiri. Allah latë ka thonë Hasan Zeneli, mësë jabë durë, drejt kalëzë. Ja. Nuk